Qysh ka me krisë pushka të ademi, ka me krisë pushka të shpija jote. Mos bo marak për atë mund. Këto ishin fjalët e fundit që dëgjoi nga nën Sala para sulmit të 5 marsit. Ajo siguronte djalin e saj Sahitin që nuk do të dorëzoheshin në luftime para rrethimit të hekur të agresorit serb. Në obor të shtëpisë ku për disa vjet edhe po bënte roje për ushtarët, pas sulmit të vitit 1998, ajo u gjet e masakruar. Krahu i djathtë i Adem Jasharit dhe personi që gjeti trupin e Salës rrëfejnë për Kosova Press sulmet e 5, 6 dhe 7 marsit, të cilat vendosën themelet e historisë së Kosovës. Ditën e 5 marsit në Prekaz filloi lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e udhëhequr nga komandanti legjendar Adem Jashari, personit më të afërt të tij, i cili kohë më parë u plagos gjatë disa aksioneve dhe po trajtohej në Suedi, do t'i mbetet gjithmonë peng, që nuk ishte ato ditë në fshatin ku lindi. Në obor të shtëpisë janë ende të pashlyera, gjurmët ku ju masakrua nëna, baba e mbi 10 anëtar të tjerë të familjes. Komandanti i policisë ushtarake në zonën e Drenicës, Sahit Jashari, pas kthimin nga Suedia, pa pothuajse gjithë lagjen të shuar. Unë me 5 mars dhe 6 mars, 7 mars kam qenë në Suedi. Edhe këtë të që kanë ndodhur 5 dhe 6 mars dhe 7 mars, i kam përjetu për mes televizori. Do më honë dhimbja ka qenë, po ka qenë një senin i ditur dhe i pritur, me kohën. Nuk jena kanë, që nuk jena kanë përgatit për atë të raste që nuk të ndodhin nesër. Me të morën vesh, unë e meneren, me disa shok, kem fillu dhe kem ardhur, kem nisë rrugtimin për Shqipëri. Dikun nuk më kujtohet sakt, a 10, a 11 mars unë kom qenë në Kosovë. Mund me kanë i 12 ose i 13, që unë kam ardhë në të malet e i që në të malet në Alzanenaj, i kam vëzhgu krejt lagjen. Në më nuk ka pas sen. Ka qenë një patrolle policisë në i pas blok që të nalë, kanë qenë 2 pas bloqe, një të shpijet, një të vorrejzat të shkive, edhe ka qenë fabrika e municionit komplet e rëthume. Sahit Jashari thot se nuk ishte në dieni nëse 4 fëmijët e tij ishin të gjallë. Ai rrëfen për bisedën e fundit që kishte me nënën, një natë para sulmeve të 5 marsit. 80% e kam ditë. Po përveç gruan dhe fëmijën se kam ditë ku i kam, derisa kam marrë në Kosovë. E kam ditë që kanë pështu, nuk e kam ditë ku janë. Vllahun e vogël e kam pas plagosur. Ka qenë tic. Ka ndodhur raste në Likashan, një natë përpara. 5 marsit, ka shku nëna ka pa, ka shku Ademi edhe ka pa, edhe kanë folë për luftën. Më kallëzën vllau tasht. Jo tash, po kur kam ardhë. Që kanë bo shumë pos bloqe, kanë rrëtheku lagje nga të krejt, vesh një pjesë e lagje së me të pa qelë, pritet moment me saktu. Mas i ka arë nëna pe i vllau që e ka pa, kanë folë në telefon, e ka pas migja një telefon me telë. Telefon të asoj kohë. Edhe kom vetë, a keshe, po është mirë, mos u bo marak, senet po këtu, po jenë bo shok ma shumë se që jenë kanë. Edhe këtu lafe jenë kanë, për para 5 marsit. A i tregon se Sali Jashari për mes telefonit e kishte siguruar se dhe shtëpia e tyre do të mbroj njëjtë si që po bënte komandanti Adem Jashari. Djali e mos ki gale, thëtë te je plagos, djali tjetër e ty ka plagos, unë dhe plag, ku ju zazë vendsojmë juve. Qysh ka me krisë pushka të ademi, ka me krisë pushka të shpija jote. Mos bo marak për atë mund. Edhe unë i thashtë se kam atë dëshim, që nuk ndodhë, po unë se kam atë dëshim. Për ditët më të vështira që vullosën historinë e Kosovës, rrëfen Osman Rama. Gjatë 3 ditëve të ftohta të marsit, a i tregon se u dëgjuan të gjitha sulmet e agresorit serb, edhe në Prekazin e Epërm. Masi që na lufta, shku malesht, katonisht që shku krejt, jena shku të Jashartë atje, poshtë. Kër jena shku atje poshtë, hajde sa shkojmë sa pe shpisë sa të Jasharit. Shkojmë. Knejt tu, banet tu, kër jena shku më thonë, një 10 metra nga të polici, kur këqyri asë në përmasja. Më këshim pas nalë, jo, mu nalë, mu këthyë dhe isha vrasin.
Herë du më shku drejqështë. Ajo të ura nej, asë një heqë. Kur shkova atje, pesho, në bërë, një derë, një qibi mlut, një vrat, një shkon atë. A i shkon nona Sahitit. Allah solë. Herë lojmi, hajde tha me morë një dvëronë, tha në bërë të Hamit Jasharit. Kërkushi, thash, unë shkej. E kum gjukacin, qaj polici më ka thonë dorë, me gjithat kushërinin temë. Vitet e pleqërisë kanë lodhur shumë, por në kujtesën e tij janë të pashlyera, pamjet e gjakut në trupin e vrarë e të masakruar të Sali Jasharit. Po rati shkom derë, e mlune me qibe. Tani kur shku me morë, e këshin pas qitë në kamion, në dajsin që thujnë. Unë e gjofsha të që kur e shplumë, kur e ku morë në dërë, ku morë e ku shpluë, i shkonë Sala. Se në ka dhonë bukësat, në kanë qitë qaj që atë, kranaj që atë, aja ka rujtë të dyrt me kalash që atë, dhe në donja që atë. Qështu konë, tani kërë e qumat, e kumë po, tha ndoj me vërës, dikur tha jo, tha doj me vërës nestra, në shkumë, po mirë po, që kështu thonë dhe herë, gishta tek po të ishkash, i kësh pas dy. Thash gishi, kur këputet për zjolli, i qetë gjak. A i shkanë pas bo, barë si ku në aviomi. Tha të ongja kanë prej gishtat, masi që kanë gjetë dekën, vronë. Një shaj e kësh posë në bolla të kurt, birë që të kësh posë, edhe njën që të në barë kanë gjyksa që të kësh posë. Se më kujtohet një gjamper ka posë të kalter, më lozi që shme thonë. Po më dhë këtë sëdë. Thash, atje gjak e kish pas që tu, që kish plumi. Krahu i djath i komandantit legjendar tregon edhe për aksionet që organizonin bashkë me Ademin. Po aje ka pas një besim shumë të madhë mu. Kur ka pas një shkaroset veçanta, me shku dikun në akcionat në diçka, gjithëm ka thonë sa e te, a e vetëm nga të me je. A i menjenin vesh nuk ka një bashkë mirë, menjonin ka një mirë. Që 80% këtë njerët nuk e kaldojnë, edhe kur në i ke theke sa e qa po fletë, qa po thonë. Shme i rëpunë, se po përna vinë. E qaqë. A i ka qenë një njëri që sëd, në atë kohë nuk në ka dokë ashtu, se kem qenë shumë tafërm, njëri kër e ka dikan që i besedon, nuk ja din vlerën. Po ka qenë një njëri që nuk mund me përshkru kërkush. A i nuk ka di qa friga, numër ne, e dyta kër ka thonë po, u bo, ja, u duft mu eliminu, që menë gjithë se si ka thonë asë një shak jo kur. A i shpreja të zhgënjur me shtetin për cilin luftoj për liri. Ma mërë menja, po të isha i gjallë, nuk ish me ndodhë që kjo që po ndodhë sot. Në më shtë parti politike që po ndodhë sot, nuk ish me ndodhë. Ma mërë menja, ke kam bindin ashtë po, në ashta edhe kish në rohë. Që, do më thonë, nuk ish ndodhë që shtë. Homza ka qenë ma strateg, Homza ka qenë ma politikan, bili ka njëherë kur nërvëzaj ke pëta kalzaj qiton, ka i të hamo ka i nësi, me bo me më vro mu, jo asë një gurit dvorët që dhe më maru, po mi vro ju e bëj gjenet. Sahiti Osmani kërkojnë drejtësi për gjithë të vrarët e fshatit Prekaz, duke theksuar se ish udhëhecit e Kosovës, po gjykohen pa drejtësish në Hagë. Pas sulmit të tretë në familjen Jashari, në datën 5, 6 dhe 7 mars, u vran mbi 50 persona në fshatin Prekaz. Të vetmit që i mbjetuan kësaj masakre, ishin bashkime dhe besarta. Vajza e Hamzës pa dhe përjetoi tmerrin derisa vriteshin antarët e familjes së saj.